si kur të kishtë qenë një lojtar tjetër dhe jo Granit Xhaka. Që ta merr mendja? Nuk e mendoj që kishtë qenë debati njëjtë, se Graniti, edhe pse nuk e di pse ju do këtë e çuditshme. Është lojë edhe nuk kemi aty fontan dëshira, është treneri e vendos, edhe sado e ka përvojën Graniti këto lojt në penalti ose lojë vendimtare. Ndryshe është një futbollist i ri, ndryshe është një futbollist me përvojë. Edhe jam shumë e bindur që secili që kishin në pozitën e Granit Xhakës të njëjtën e kish vepru. Qysh po duket Granit Xhaka te Zvicra? Është paraqitja e tij e pestë në kampionate botërore. Granit Xhaka. Edhe apo na përfaqëson gjithë ne shqiptarëve që nuk e kemi tash kombëtarën tonë atje Kosovën ose Shqipërinë. Zvicrën na e shohim me shumë emocion, kështu që asnjë gjë nuk na duket e keqe kur është në pyetje Zvicra e sidomos Granit Xhaka. Granit Xhaka, s'kem fjalë, është gjuna nëse dikush fol në ai fjalë më tepër ose në ai kritik më tepër, se me të vërtet është lojtar i kompletuar. E përsa i përket ekipit, Zvicrën na e dojmë shumë, po nuk e shoh edhe shumë favorite Zvicrën. Julla se duheq. Zvicra si të kalën grupë e mbjen. Jesh nuk e du. E mirë, po, e dojmë na. Unë e të du. Alo, e i vetëmi që përpune nuk e du. Jo, nuk e du hitë Zvicrën. Jo, në tonë për Granit Xhaka sa nuk e do të Jo. Zvicra mas pore kondër më pranu nejnë. Po pra, u konë E kundër. mirë, na politikisht të gjatë. Jo, nuk është politikisht, bashkë aja spart. Për sport u konë kundër federatës tonë për mu pranu si shtetë. Unë menoj që Xhaka, si kapiten i Zvicrës, do më thonë e përfaqëson spori Zvicrën. S'menoj që i ka na mundemi me u krenu. Po kretë bota ku shkruan për të, i thët kapiteni Zvicran. Normalisht që mund ka ro vetë me komuniku edhe me gazetarët huj, për shembull. Pak kush e din që Graniti e ka prej ardhën për Kosovës. Do më thonë, kjo është realitet. Neve më në të më nadhim, më në t'ju. Situata në të cilën Graniti u kanë, kur Kosova u pranu në UEFA, unë menoj që është lojtari i fundit që na mujna me arsyetu për vendimin që e ka marrë. U kanë situatë ndryshe, Kosova vetë sa u pranu, nuk u di ke kur kam janis me lujt, ishtë kampionati i vitit 2016, se Zvicra lujke në Euro. Kosova është pranuar në maj. Po, 3 maj në UEFA edhe 10 ditë më pas Ko gja ofër. Ka qenë i ditur ekipi i Zvicrës. Saktësisht. Nuk është që mu Graniti nuk më pëlqen, se bile Graniti nuk më pos kapiten edhe të ekipa e me zemrës. Du më thonë, të Arsenali u konë kapiteni ekipit. Ove që e keni largu? Nuk ja më haj asë një aftësi. Du më thonë, është largu si legend. Ka pos të lashe, po është largu si legend.